Gerta Hoxha dhe Ira Mestani, shoqe prej 12 vjetësh, nga bankat e gjimnazit në një komunitet që sot flet për gjithçka. Një programuese dhe një vajzë marketingu që bashkuan logjikën me intuitën dhe krijuan një hapësirë ku horoskopi nuk është më thjesht parashikim, por mënyrë jetese. Nga memet për shenjat te një platformë që gjatë pandemisë shpërtheu, sot ato nuk lexojnë vetëm yjet, por edhe njerëzit. Madje edhe fenomenet si Big Brother VIP i kalojnë në filtrin e astrologjisë, duke analizuar banorët sipas shenjave, energjive dhe fateve të tyre në lojë. Megjithatë, Big Brother VIP nuk është vetëm strategji, por edhe një fabrik memesh. Çdo reagim, çdo debat, çdo moment bëhet material viral në sekond. Dhe pikërisht këtu, astrologjia dhe algoritmi takohen në një pikë të çuditshme. Po kush janë dy binjakët që nuk janë binjake? Cilët janë banorët më të favorizuar nga yjet? Ata që mbijetojnë më gjatë në lojë këtë sezon? Dhe kush janë personazhet që prodhojnë më shumë meme? Gerta dhe Ira! Mirë se vini! Mirë se vjen! Mirë se gjitha! Vjen uluni! Të dyja në divan të bashku bëhemi 3 dhe të flasim për 2 shoqe që njihen si binjake. Që nuk gjajnë dash. Sepse faqja është binjakët si shenja. Si shenja, si shenja. Po që edhe si shenjë nuk kemi. Në fakt, kur jeni njohur ju të dyja me njëra tjetrën? Ne jemi njohur në gjimnaz. Në patë fatin të kemi një nga ata shoqëritë që bijem në bank bashkë dhe ashtu pastaj kemi vite që në vitin e parë besoj. Në vitin e parë, po ditën e parë. Filluam duke folur për One Direction dhe Justin Bieber, ato ishin këto fiksyret që kanë gocat në atë moshë, në fakt. Edhe kështu kemi pastaj gjithë jetën bashkë. Edhe në fakt ndodh që jemi rritur njësoj, kemi vlera ose pëlqime të njëjta edhe Veç nga jo po pastaj kemi qenë kështu të pandashme. Edhe pas universitetit, edhe pse ne kemi profesione të ndryshme, pra kemi mbaruar shkollë të ndryshme, kemi qëndruar konsistente gjatë gjithë asaj kohe. Po vitet e gjimnazit, vitet të bukura nga. Mendoj që shoqëria është më e fortë kur krijohet në gjimnaz dhe vazhdon, domethënë. Po, është më fat. Domethënë zakonisht thuhet që shoqëria e gjimnazit është më e bukura. Megjithatë, për të tjerë pastaj mund ndodhin në universitet ose ne kemi qenë dhe goxha grup i madh, vetëm goca, domethënë të dyja në fakt në çdo moment na gjej më shumë njerëz. Edhe me disa nga vetëm goca, ne të dyja kemi ndenjur. Po, ashtu kemi dhe humorin tani. Në fakt kemi më shumë shoqëri çunash dhe jemi ne goca, kështu që e kemi bërë ndërrim. Po bashkë kemi kudo. Po me çuna kush bën të namin? Jo, ne jemi kokurra 2. Ata që lulëzojnë vonë. Mirë, dakord, ju mund ta ulni kokën, po çunat do e bëjnë punën e tyre, do vishgëllejnë. Po dyja mirë kemi qenë, jo keq. Njësoj, jemi me fat me njëra tjetrën më shumë. Po shumë rregull. Unë kam fatin te kjo. Në ç'kuptim? Mendoj që ndonjëherë ti takon një person në jetë që e ke si soulmate dhe unë kam gjetur te Gerta. Edhe unë të Ira. Ja, sa të mira. Po ta dashur keni apo mendoni që janë në rregull? Jo, të gjitha në rregull janë në opinionin tim. Megjithatë për këtë doja të kuptoja më shumë. Në universitet pastaj ti Gert shkon për? Po, unë vazhdoj shkollën për teknologji informacioni, punoj si programuese për momentin. Ndërsa marketing, punoj për marketing për momentin. Për momentin. Punojmë të dyja punë full time, 9-5, për te faqës, se njerëzit mendojnë që merremi vetëm me të, edhe do ishte shumë qef, po jo, punojmë edhe menaxhojmë faqen e tjetër. Pra është kështu punë 24 orëshe, domethënë mbaron puna 9-5, jam binjakët gjatë kësaj kohe. Pastaj janë binjakët. Po, mund të jetë edhe gjatë kohës punës, po inshallah na ndjekin nga puna. Kjo është pak e vështirë. Megjithatë do ta kalojmë. Dhe kur lindi pastaj kjo dëshira për binjakët? Në 2019. Ne kemi gati 6 vite që e kemi faqen. 6 vite binjake, për 6 vitesh. Po, 12 vite shoqëri, 6 vite binjakat. Ka ndodhur, unë jam binjakët në horoskop, Gerta është peshorja, dhe kisha ditëlindjen dhe gjatë sezonit të binjakëve thjesht po provoja username-et, edhe binjakët ishte e lirë, se në fakt ajo është si brand
tani, pse ta kesh për shembull horoskopi viz poshtë interesant. Pra doni një emër që të mbaj mend. Po, unë provoja kot. Edhe pastaj nuk u përdor për ca muaj. Ca muaj më vonë i them Gertës edhe me ca shoqe tjera do përdorin, për në gjë se është e lezetshme, bëjmë ca postime, nuk mendonim kurrë se do ecnin. Postuam 12 shenjat e para, se ne kemi edhe këtë gjë që po bëm content, duhet i bëjmë për 12 shenja, pra duhet bëjmë 12 gjëra të ndryshme. E kemi nisur kështu me... Po, ishin postime thumbuese në fillim, domethënë nga këto që të ngacmonin, kishim dhe reagime pak... Jo, po pse na shanin shenja, të gjitha shenja, do me thënë... Të parën e mbaj mend, ka qenë Demi dhe ka qenë pse vesh fustanin unë sëris që në takim parë. Sëse ata bëhen gati kështu, nuk dalin në takime koti, dalin në takime serioze dhe ndajnë mendjen që unë me këtë do përfundoj. Si shenja toke. Ose shigjetari, pse i harxhon të gjitha lekët me udhime. Ose për pjesën e Luanit, pse do t'jesh lider gjithmonë kur ka të tjerë më të mirë se ty. Pra ishin këto gjërat që t'i vinin pak në lëvizje. Dashi ka këto karakteristikat që i ngacmojnë gjithmonë, që është lider dhe po merr është kokfort dhe merr çik zjarr shpejt në momentin që s'është i pari. Do gjithmonë ti pra do t'i dalë veta gjithmonë. Qëllon do jesh bravo. Se qesh. Dhe me këto jemi bazuar te këto karakteristikat, se normal që jo çdo personi ka njësoj, varet edhe pastaj nga planetet, po dhe nga mënyra se si çdo person është rritur, po këto karakteristikat, shenjat e zjarrit janë të njëjtat e të gjitha. Shenjat e tokës. Po juve si binjake kam idenë që ju ka kurorzuar edhe kjo dëshira, pasioni për horoskopin, për... Po, në fillim nisi si lojë në fakt, siç e tham, thjesht ta provonim pak. Plasi pastaj është shpërndan shumë njerëz, morëm diku te 24.000 followers brenda një muaj, më pak se një muaj, dhe më pastaj thjesht u bë si punë profesioni, filluam të lexojmë, të marrim më shumë informacion për shenjat. Edhe tani ku jemi 82.000 ndjekës. Patëm fatin e mirë që patëm fatin e mirë. S'është fati mirë se qëlloi periudhë shumë e keqe, por gjatë pandemisë të gjithë ishin në shtëpi. Të gjithë kishin kohë të lirë, unë vetë edhe të dyja çfarë do bënim, do marrim postime. Ishim aktive gjithë kohës. Story, ne hedhim stories 6 vite, nuk kemi bërë një ditë pushim. Dhe si thash 12 shenja, po bëjmë dhe shumë tema tjera. Tani është bërë pak a shumë si komunitet. Pra nuk është më faqe japin sugjerime, njerëzit realisht na ndjekin edhe na besojnë në sugjerimet tona, që mua prapë më duket shokuese, po më bëhet pafund qefi. Ka njerëz që pyesin ku ta gjej të bëjnë e zezë të flokëve, ka domethënë pyetje që ne nuk e mendonim kurrë pse do na vinin ne, pra njerëzit kanë besim te ne dhe na pyesin për shkak që ka Google. Pikërisht, Google ka ChatGPT, ku diun sa. Po ndihesh mirë kur nuk përdorin këto, po vinte këty si burim i sigurt. Gertën dhe Irën. Ne diku se në një moment pastaj thua, po hapen Google se ta gjej unë. Por shumë cilat ka bezdisur. Si pyetje. Ka qenë një ku të gjej një parukë klauni. Se do ta di unë. Për ty ose jo se me bezdis, po pyetja që vjen më shpesh është a shkojnë me të dashurin tim me këtë shenjë. Tani unë nuk e di fare se ti dhe i dashurët si e keni krijuar lidhjen, si është, si s'është. Ti vetëm nga shenja duhet më thuash, më thonë se a shkojmë apo jo. Si mund të shkoj, domethënë njeriu deri në këtë pikë. Po, janë të fiksuar. Dhe është bërë horoskopi kaq i rëndësishëm në komunikim, për të folur, për para një veprimi, për çdo gjë. Në takim të parë me një person. Thonë njerëzit, po unë si virgjëreshi jam, unë si kështu. Është edhe pak icebreaker do thoya. Okej, edhe mua më duhet ju pyes juve, çfarë do të thonë kjo si virgjëresh që është për shembull. Çfarë të thotë kjo se e vërtet që jo të gjithë marrin vesh. Jo gjithë besojnë, jo gjithë i dinë karakteristikat. Jo më të flasë si pas karakteristikave. Të habiti një qika e pjesë? Jo, sepse... Jo që nuk e dini sa shenja... Gimbo, më të këtë se nga Troj dhe Brikena, po ata janë nga Kosova dhe zakonisht, qëfar janë besoj unë, të besimit musliman, nuk është se merren me horoskop, dhe mu duk normale mos ta dinë, se shpun kanë quna ta dinë, se më mirë që nuk e dinë. Po që se dini që është binjakët, ti mund, se me që jemi edhe në ditën e Bajramit, ti mund mos jesh besimtare, por e di cili është profeti, në se cilin për besimeve, për shumë ose me logjik të ftohtë, 12 muaj ka viti, 12 shenja horoskopi janë. Po mos më ngeli hatër. Është edhe presioni aty. Ju nuk unë djetë të fyera. Ne thjesht përdorëm për meme, ato ishim okej. Ja, se do dalim aty edhe te memet, edhe te... Kanë edhe këtë dëshirën njerëzit që të lexohen pak, pra wow, unë jam kjo shenja dhe këto 2-3 gjëra të mira kryesisht janë fiks për mua dhe edhe këtë për gjërat të tilla na pyesin shumë që ua si mi ke gjetur fiks to, ose se kanë nevojë ndoshta ti shohje dikush ose ti e ky dhe i bën këto gjëra. Është ajo ideja që për neve na rastis shumë shpesh, për shembull kur takojmë dikë të ri,
ju jeni ato goca që kanë faqen binjakët, si të duke mund të shenja. Të thënë në shpytja e vetme, po çaj ide të japun, do të thënë është e para pyetje që na bëjnë gjithmonë, do të thënë emri nuk na pyesin, po këtë pyetje do na i bëjnë. Por çfarë shenje janë? Po, i dalloni? Ira është më mirë kur në këtë lojë e dallon, do të thënë, por që ca raste nuk e godet dot se. Po edhe ne për shkakun kur kemi qenë më të vogla ndoshta vetë takonim dikë dhe thoshim është Luan, kur nuk bën. Unë se them fakt nuk e di pse merdi Luan. Unë jam qef Luanët. Po tani nuk e bëj kur. Të mos tromben domethënë. Xhan. Po tani nuk e bëj se them të gjithë besojnë çfarë t'ju serviresh edhe megjithatë nëse ma thua shenjën unë do mendoj 2-3 gjëra për ty që Po, edhe kur i thua gjërat mira për shenjën janë shumë të lumtur, po mos i ngacmosh, ose ka njerëz që janë shumë të fiksuar dhe thonë kur më përpara kemi pasur këto që na godisin gjithkohës ishin këto të shenjës Luanit, se ma kujtoj Ira, ose akrepi, çka ke ti me Luanin, të kemi ngrënë gjëbukën e ty, është kjo, do me thënë e merrnin kështu sikur ti po i sulmoja ata njerëz personalisht, do me thënë. Ka dhe nga ata që arrin deri në atë pikë. Mira marrin edhe gjërat e këqija shumë personale. Dhe ne nuk kemi shumë kështu, feedback negativ. Po gjithsesi. Ju tani e keni. Jo, tani jemi okay. Tani taktikisht çfarë duhet të bëni? Në fillim fjalët e mira, vetëm pozitive. Në fillim dhe ngacmonim, tani ndoshta janë bërë më të ndjeshëm, nuk e pranojnë shumë thumbimin. Ça janë Aty mos hiqni dorë ju. Jo. Nuk e kemi hequr dorë, po kemi tradit çdo të hënë bëjmë ask. Po me çfarë na kanë thënë jo për të bërë shefin vetë. Na ndjekin për përgjigjet tona se mundojmë t'i kthejmë pak me ironi ose thonë gjëra shumë jetojnë pak në deluzion edhe duhet ulesh pak me këmbë tokë ndonjëherë, sidomos brezin e ri, por nuk na e marrin për keq dhe nga këto përgjigjet se jetojnë për shembull kështu si në ajër ose në janë këto pyetjet romantike që gjithmonë marrin më shumë kohë. Jo po s'më bleu lule çfarë ti them, jo po ku diun ai vesh çorape bardha atletësisë, kështu gjërash kanë hallë dhe ti botën e porrave. Po sepse ne na ndjek më shumë edhe kjo mosha e vogël, pra 25 e poshtë, dhe janë ato që kanë shkollën, kanë krijuar ato dashurinë e parë dhe ju duket si fundi botës, domethënë nëse ju ndodhin këto ngritjet mes të dashurit ose shiko se nuk po kaloj do këtë provimin dhe të na i bësh ne që jemi afër të 30-tave na duket kështu si nuk ka terminar për të vogël në rregull, s'ka problem. S'ka problem. Po për ty kur ka qenë fundi i botës? Cila ka qenë situata që ke dashur këshillën e Irës? Po mendoj që në çdo rast kur ngecem, mbase kur kemi pasur kështu probleme me djems, këto kanë qenë rastet që do shkoja te Ira ose edhe në çdo gjë që mërzitem, personi i parë që shkoj dhe e pyes ose flas është Ira, domethënë mendoj që ndërsjellët. Ne kemi motra të dyja dhe është shumë falt. Po gjithsesi edhe me njëra tjetrën jemi shumë të lidhura, përveç faktit që jemi shoqe të ngushta patjetër si çdo shoqe e ngushtë, por na lidh dhe kjo që është punë tani. Edhe jemi gjatë gjithë kohës në kontakt. Se punë quhet kjo, ë? Sa bëj shaka. Punë si ato. Jo, influenca është shumë punë e vështirë. Këto vitet e fundit jemi lidhur patjetër më shumë. Vjet kemi pasur rastet në fakt që jemi lidhur më shumë se kur njëra tjetër. Nuk kemi probleme personale, nuk ishte një vit shumë i mirë për asnjërin nga ne dhe mendoj që shoqëria po edhe njerëz edhe motrat tona, jemi 4 goca bashkë me 2 motrat tona që mbështesim njëra tjetrën. Jeni bërë 4 ju binjake. Po. Prindrit janë takuar me njëri tjetrin kështu. Po, kemi hyrje dalë për ditë ishim në radio dhe po diskutonim pse po puthen Mateo dhe Brikena pse po afrohen kaq shumë. Po puthen jo, pse po afrohen. Dhe I thash, e di çfarë në fakt se edhe ne po të ishim afër me nominim fort. Nështë ishim puthë dhe ne nuk I dhja qa bënjër jo për lojë. Jo, po ne jemi familiarizuar të një. Jo. Dhe me që dollëm tek Brikena dhe Mateo, te meme do më dhënë që gjeneroni do të qëndrojmë për të qeshur dhe për të argëtuar në vijim, me gjithë memet që janë prodhuar nga Big Brother e që pritet të prodhohen, por edhe nga yjet cilët janë më të favorizuar për të shkuar drejt finales. Nga yjet për yjet, brenda shtëpisë Big Brotherit, qëndrojmë me binjaket. Mbas publicitetit në pjesën e tretë I marrim gjitha këto përgjigje.